tema që kemi zgjedhur ta flasim sot është nevoja jonë që kemi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe se kjo nevojë e jona për Allahun dhul xhelal është thelbi i adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse nisemi të flasim për këtë temë? Se shumë njerëz që Allahu dhul xhelal u ka dhënë shumë të mira prej krijimit të tij në formën më të përsosur. Për të cilën ka thënë Allahu Kur'an: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." E kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Dhe ka dalluar mbi të gjitha krijesat tjera. "Wa laqad karamna bani Adam." E kemi dalluar njeriu ala kathirin mimmen hamalnahum al-barri wal-bahr, mbi shumë krijesa që qarkullojnë mbi deti dhe mbi tokë. Pastaj përveç formës së krijimit i ka dhënë mendjen, i ka dhënë shpalljen, i ka dërguar pejgamber, pastaj jep pasuri, pastaj jep bukuri, pastaj jep fëmijë, pastaj jep pozita, pastaj jep shumë të mira. Ky njeri që gjitha këto të mira që ka dhënë Allahu dhul xhelal, shpesh e habitet dhe mendon se nuk ka nevojë për askënd. Është i pavarur absolutikisht. Dhe se çka do që bën me fuqinë e tij. Çka do që bën me dijen e tij. Çka do që bën me pushtetin e tij. Mashtrohet njeriu. Andaj kemi nevojë na t'ia përkujtojmë njeriu se nevoja e jote o njeri për Allahun është shumë e madhe. Dhe se ti nuk mund të mbjetosh vetë ty pa ndihmën dhe përkrahjen e Allahut. Qofsh besimtar, qofsh mos besimtar. Edhe mos besimtar nuk mund të frymojnë, të marrin frym. Nuk mund të jetojnë nëse Allahu ndon rrezikun atyve, edhe nuk u jep të drejtë jetoj. E mos flasim për besimtar, të cilët spaku edhe deklarativisht tregojnë se janë të nevojshëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj kemi nevojë na ta shpalosim këtë temë dhe të tregojmë dhe të kuptojmë se nevoja për Allahun është shumë e madhe dhe se ne për Allahun nuk mund të jetojmë asnjë çast, asnjë minutë. Këtë rast flas me shanti për besimtar. Pra prej veçorive më të mëdha të adhurimit, që ka kuptimi, vetdia se na jemi njerëz që kemi nevojë të madhe për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të cilën nevojë del shesh në ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala surën Fatir ajeti 15 thot: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun, ju jeni të ngratë për Allahun, ju jeni të varfër tek Allahu. Ju keni nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse Allahu, wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allahu është i pasuri dhe i lavdruari, apo i panevojshëm për askënd dhe i lavdruari vetiu. Do të Allahu nuk ka nevojë për ne si krijesa. Nuk ka nevojë për veprimet tona. Po na çdo sen që bëjmë, e bëjmë pasi që kemi nevojë për të dhe kemi nevojë të fitojmë rahmetin e Allahut për krahjen e tij, ndihmën e tij, rrezikun e tij, bereqetin e tij e kështu me radhë. E ky ajet që fatkeqësisht shumë pak lexohet dhe komentohet për njerëzve, na jep të kuptojmë këtë fakt se njeriu ka nevojë të madhe për Allahun dhe se vazhdimi i jetës së tij është e pamundshme pa Allahun dhe pa caktimin e Allahut për krahjen e tij, ndihmën e tij. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala se nevoja për Allahun është hakikatul ubudiyati wa lubbuha. Nevoja për Allahun është realiteti i adhurimit dhe thelbi i adhurimit. Domethënë, çto është ajo ne këtu fillon stacioni i adhurimit te Allahu subhanahu wa taala. Në dje folëm për dijen, se dija është stacioni i parë në udhën tonë te Allahu. Tani flasim për bërthamën e adhurimit, një sen që është mrenda në zemër, që janë ndjenja, që janë kuptime që krijojnë ndryshime në zemrën tonë. Se ndryshimi fillon në zemrën tonë dhe në mendjen tonë, pastaj
në pamjen tonë, në fizionomin tonë, në trupin tonë, në jetën tonë. Kjo zemër, cilën njerëzit e mbushin me lloj-lloj gjëra, duhet ta kenë të qartë se këtu duhet të jetë e mbushur me adhurim dhe Allahut, i cili adhurim nënkupton se ti s'mundesh me jetu asnjë çast pa Allahun subhanahu wa taala. Nëse kemi kuptuar qëllimin e krijimit ton, ku thot Allahu në Kur'an, ya ayyuhan nas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun inna Allahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Në surën Dhariyat ajeti 56, si kanë krijuar njerëzit edhe gjinat për asnjë qëllim tjetër, vetëm se Allahun të adhurojnë. E ky adhurim i Allahut fillon me këto ndjenja, që na kemi nevojë për adhurim të Allahut. Se për ndryshe zemrat tonë do të jenë boshe, zbrasta, nëse nuk kanë to adhurim të Allahut. Andaj Allahu në Kur'an e përmend këtë situatë, wa afidatuhum hawa, për irritar, për fletët, dhe i kanë zemrat zbrasta nga adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë shkak ne i vërejmë jo muslimanët, ata që kanë dynjan, e kanë pushtet, e kanë pasuri, e kanë shumë të mira, shumë era që kanë ndodhur me ta, thënë kam zbrastir shpirtnore. Kam krizë shpirtnore. Edhe nuk di si ta mbushi këtë zbrastir. A nuk mund me ndodhë me një musliman një gjë tillë. Nuk ndodhë kur me një musliman një gjë tillë. Se muslimani e ka të mbushur zemrën e tij me adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala. Me nënshtrim dhe Allahu subhanahu wa taala. Me madhërim të Allahu subhanahu wa taala, gjëra që do të vim do t'i përmendim inshallah taala brenda temës. Gjithashtu, për duave që i bën Musa alayhi salatu wassalam, e përmend këtë ndjenjë, këtë nevojë të madhe që ka për Allahun, duke thonë, faqala atha Musa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Në formë të duas. Tha Zoti jam, kam shumë nevojë për të mira që më ke dhënë ti. Nevoja ime është shumë e madhe për të mira që më ke dhënë ti o Zot. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. E na shqip e përdorin fjalën fukara, që është shumë si fjalës faqir në gjuhën arabe. Që çka do të thonë ngrat? Njeri që ka nevojë për ndihmë, për parë, për lek. Mi po këtë rast na flasim për një fukarallëk tjetër, që është edhe më i madh, edhe më i rëndësishëm. Ajo është fukarallëku, domethënë dhe nevoja e jonë e madhe për ndihmën dhe për kohën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Kaimi rahimahullah në Madarijus Salikin, kur e komenton dhe sqaron këtë stacion imanor, thot el-faqru al-haqiqi, ngatësia e vërtet, nevoja jonë e vërtet është Allahu xhalla shanu, do të thotë që na vazhdimisht ta ndijmë këtë nevojë për Allahun subhanahu wa taala, wa an yashhad al-'abdu fi kulli dharratin min dharratihi al-zahirati wal-batinati faqatun tamatun ila Allah taala min kulli wajh. Dhe ta dëshmon njeriu në çdo gërinjë të tij të brendshme apo të jashtme, të dukshme apo të padukshme, se ka nevojë plot për Allahun subhanahu wa taala në çdo aspekt. Në çdo aspekt. Kur e tham këtë definicion, e kam parasysh që shumë herë ndodh që ne të harrojmë se kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala, ku i kemi të mirat. Kur na kujtohet neve Allahu subhanahu wa taala dhe nevoja për te, veç krimi në zor. Edhe fatkeqësisht në këtë formë na tregojmë një mos respekt dhe mos madhnim të vërtetë të Allahut. Se edhe idhujtarët, edhe ata që i bënë Allahut shirk, kur kishin nevojë, edhe ata ju drejtoheshin Allahut subhanahu wa taala. Mi për ne si musliman nuk na takon ta kujtojmë Allahun kur jemi në zor vetëm, por duhet ta kujtojmë Allahun vazhdimisht. Andaj ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda, njihe Allahun vëllëk
të njeh Allahu ti ku t'jesh në vështirësi. Është sjellje e keqe, jo falëndëruese, përbuese ta njohim Allahun veç kur jemi në zor, e ta harrojmë Allahun kur jemi në bollok, sepse edhe ato të mira na kanë dhënë prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj mirënjohja dhe vetdia dhe konfirmimi i këtyre të mirave prej Allahut kur jemi të mira është shumë më e madhe se nevoja ose shpreha e nevojës tonë kur na vjen një fatkeqësi prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj njeriu i cili e ka kuptuar këtë çështje, ai zemrën e tij ja drejton vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe e çvesh këtë zemër nga çdo gjë që ka të bënë me dynjan, me epshet e dunjajës, dhe i drejtohet Allahu të rësisht, i nështohet Allahu të rësisht dhe ndërlidhet ngusht me Allahun duke dashur atë dhe duke respektu Allahun subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i vërtet i asaj që Allahu në Kur'an thot në surën Al-An'am ajeti 162-163, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Thuaj jeta dhe vdekja. قل إن صلاتي ونسكي. Thuaj namazin dhe kurbanin, flimin, jeta dhe vdekja, të gjitha këto janë për Allahun Dhul Jalal, i cili nuk ka ortak. Me këtë jam urdhëruar unë dhe jam musliman i parë. Do të shmoj që jam musliman që në mënyrë direkte, të menjëhershme, i zbatoj urdhët e Allahut subhanahu wa taala. Pra jeta dhe vdekja, namazi dhe kurbani dhe flijimi, i bëj të gjitha këto për Allahun subhanahu wa taala. Për me kuptu se jo vetëm namazi, jo vetëm agjerimi duke për Allahun, por tër jeta edhe vizita e familjes, edhe shkuarja në punë, edhe fitimi i pasurisë, edhe ndalja në pushim dhe në rekreim, të gjitha këto duhet jenë për Allahun, për Allahun, jo për qëllime tjera dhe interesa tjera. Thot Yahya ibn Mu'adh rahimahullahu ta'ala, që përdoret termi an-nusuk, salati wa nusuki, na e përkthejmë si kurbanin. Qëllimi është flijimi, të flijoj për Allahun subhanahu wa taala. Thot an-nusukun këtë rast, njëra prej komenteve që kanë pru ulemat, është al-inayatu bis-sara'ir. Të japësh rëndësi sekreteve të zemrës tënde. Wa ikhraju ma siwa Allahi azza wa jalla min al-qalb, dhe të nxjerrësh çdo gjë përveç Allahut nga zemra jote. Në zemrën tënde mos mbetet dashuri për asgjë, përveç se për Allahun subhanahu wa taala. Në zemrën tënde mos mbetet shpresë në asgjë, përveç se në Allahun dhul jalal. Në zemrën tënde mos ketë mbështetje në askënd, përveç se në Allahun dhul jalal. Edhe në zemrën tënde mos ketë frikë nga askush, përveç se nga Allahu subhanahu wa taala. E tani kur i flasim me këto fjalë, kam dëshirë që të bëni ju inspektim, kontrol zemrave tuaja. Edhe qeni se kjo që e tham teoretikisht, a ze vend tek ne praktikisht, apo është e kundërta e vërtetë, se dynjaja me çka kanë ta, është e pranishme në zemrën tonë, Allahu në herën e kujtohet. Në xhumo, në bajram, për Ramazan ndoshta, kur kemi në të lash në vështirësi vetëm. Nëse është kështu, kemi na problem me zemrën tonë që kemi nevojë ta rikthejmë. Kur të kthehemi të analizojmë adhurimet, të gjitha, sidomos namazin, çfarë roli synon të luan namazin në jetën tonë? Mu këtë rol. Na rikthejnë komunikimin me Allahun dhul jalal dhe të na tregon nevojën e madhe që kemi për Allahun dhe se na duhet ta madhrojmë, ta nderojmë, ta respektojmë Allahun subhanahu wa taala. Përndryshe, do të ata adhurime që i bëjmë, e nuk arrin këtë efekt, janë si përfaqësore, nuk janë të plot fuqishme. Nuk kanë ndikim të madh në jetën tonë. Pra shkak do të kemi nevojë të analizojmë disa prej gjërave që bëhen për shembull gjatë namazit, ku ki ruku, ku ki sejdë, ku ki për ulje të plot,
ku ti e manifeston, domethënë për uljen maksimale ka shi Allahu subhanahu wa taala. Shembull, se i përket rukus edhe sejdës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa amma ar-ruku fa'azzimu fihi rabb azza wa jall. Se i përket rukus, në të madhnonje Allahun subhanahu wa taala. Në të, në ruku do më dhënë, madhnonje subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a, e se përket sejdës, ati sa më tepër lut në Allah. Pse? Se jenë në pozitën më të përulur ka shi Allahun. Në pozitë kur ti e shprej edhe fizikisht nevojën e madhe që ki për Allahun subhanahu wa ta'ala. Faqaminun an yustajaba lakum, sepse nëse bën dua në sejdë ka shans të madhe që ai dua të bëhet kabul. Se ndërlidhen gjërat, kur ti manifeston nevojën tonë ka shi Allahut, i përulesh, i nështrohesh, e madhnon atë ka shans që ajo dua që ti e bën në ato momente, në ato çaste, dua të kabul për Allahu subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte në ruku, çfarë thonte mes subhana rabbil azimit, përveç kësaj thoke Allahumma laka rak'at, o Allahu im, ty të kam bërë ruku, wa bika amant, ty të kam besu, wa laka aslam, ty të kam dorëzu. Mani me, ty të bërë ruku, ty të besoj, ty të dorëzohen. Pastaj çka thot? Khasha'a laka sam'i, ndëgjimi jet ty të ka nështruhe, ndaj te e ka frikë respekt. Wa basari edhe shikimi jem, wa mukhi edhe mendja ime, wa azmi edhe eshtrat e men, wa asabi edhe nervat e mija. Don, edhe ai pjesa fizike në ibadetin ka shi Allahut e tregon për uljen dhe frikë respektin ka shi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është edhe për sunimeve që i ka namazit. Thot Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, thot me këtë dua tregohet, aludohet në për uljen e plot që e bën njeriu ka shi Allahut gjatë rukus. Edhe të gjymtyrave të veta. E gjymtyra më e rëndësishme ose organi më i rëndësishëm që e ka njeriu në vetën e tij është zemra. E zemra, ju e dini se thot Abdullah ibn Mesudi, zemra, pozita e zemrës tek trupi i njeriu është sikur se pozita e mbretit. Zemra është mbret, e gjymtyrë tjera, organ tjera janë ushtar e këtij mbreti. Andaj çdo gjë që ka njeriu kur bën ruku i përullet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ruku dhe kjo sejdë, kjo përullje e tregon frikë respekti që ka njeriu ka shi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e manifeston madhërimin e Allahut dhe lartësinë që ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Se ajo është i larti, ajo është i madhi dhe na do të thonë jemi të ulët edhe jemi të ngratë dhe kemi nevojë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Të dalim nga këto sharimet teorike të ulemave, bëjmë disa krahasime në jetën tonë. Normalisht që krahasimi është për ta kuptuar teorinë, jo për të treguar se për të bërë paralele, sepse walillahi al-mathalul a'la, Allahu ta ka shembullin më i lartë. Mirë po. Kur shkon ti takohesh me një mbret, maksimalisht mundohesh me qenë i kujdesshëm sjellën tonë. Bile tani kur ishte kjo konferenca ekonomike botërore tani në Londër, prej lajmeve që u përhapën ishte se gruaja, domethënë e kryetarit të Amerikës, është sjell jashtë protokollit me mbretëreshën e Anglisë. Pse se, domethënë ka protokoll të caktuar se si duhet cilët një njeri që shkon në vizitë tek mbretëresha. E çfarë është gabimi? I ka rënë krah kështu me dorë, ka qenë lëvizje jashtë protokollore. Që zakonisht mbretëresha preket pe asoj forme të sjelljes. Do njerëzit, edhe kjo, edhe ajo. Mirë, po ajo është mbretëresh, kjo është first lady. Gruaja e parë e shtetit të madh botës.
Por në raportet mes tyre duhet me pas kujdes. Janë disa forma të lëvizjeve të fjalëve që duhet thuan ato që janë jashtë në punë. Njerëz me zveti. E me Allahun dhul xhelal. E me Allahun dhul xhelal krijuesin e qiellit dhe tokës, i pari pa fillim dhe i fundi pa mbarim, i cili nuk ka nevojë mu lodhe, mu mundua dhe mu përpjek për me bo diçka, po mjafton të bëhen dhe ajo bëhen. Ku është për ule jo kërshë Allahut? Ku është respektimi i kodeksit të sjelljes me Allahun dhul xhelal? Ku është manifestimi i nevojës tonë për Allahun dhul xhelal? Kjo është një shembull. Shembull tjerë janë përgjithshëm, domethënë ku njeriu kur e kupton vlerën një kryetari të shtetit apo mbretit apo ministrit, kur shkon me kërku pi ti, me ndesi i dalin fjalë për gojës. Me një modesti maksimale, me një gjysmë zëri. Mos ja priqe qefin ati, mos ta idhnoj atë, se po ja priqe qefin apo i idhnoj atë, do t'i mungojnë beneficion apo do t'i mungon realizimi i kërkesave të veta. A nuk është kështu? Ose kur shkon dikush me aplikua për në shtetësi apo me apliku për leje qendrim, pul bëhen. Si një zoni për dynja. Kur vjen puna kërshi Allahu dhul xhelal, tregojmë me ndëmdhej, tregojmë domethënë zëshëm, zgjurshëm, të fuqishëm. Që tregon se kemi raport jo shëndosh me Allahun subhanahu wa taala. Si ta po ta tjetë ke memoria apo ke tek kartela domethënë. Word file është. Është domethënë këtu. Programismin ai ka? Po. Andaj këto shembull kam qefti përmendje për të kuptuar se raportet tona me Allahun dhul xhelal disa herë fatkeqësisht se kemi as sa raportet me njerëzit e thjeshtë. Fatkeqësisht. Që tregon se kemi një qasje të gabuar ka shi Allahu subhanahu wa taala për atë shkak pastaj edhe na mire shumë bereqete dhe të mira, që është e para bereqeti i shijimit të kënaqësisë së imanit. E pastaj bereqete të tjera të dunjos. Se Allahu dunjan më një menket, se Allahu dunjan një jep ati që e don dhe ati që nuk e don. Ama dinin, fen, jep vetëm ati që e don. Vetë mos u mashtroni nëse Allahu ja aplikoj dunjan se s'ka bën e punë e madhe. Ku t'ja e dinin Allahu fen, atia ka dhënë të madhe më të mirë, të mirë më të madhe. Andaj ulemat kanë thonë se kur thot Allahu në Kur'an el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, sot u aplotova ju e fen dhe begatin dhe jam i kënaqur që feja juaj të Islamit. Kanë thonë ulemat se begatia më e madhe që e jep Allahu njeriu është Islami, me argumentet ajet kuranore. Andaj, mos mendon dikush është i privilegjuar që jeton në Angli, apo jeton në Evropë. Nuk është privilegje, apo pse ka xhepat me mbushura me funta dhe me euro. Nuk është privilegje ajo, vallahi wa billahi. Nuk e them se unë nuk jetoj këtu, vallahi po, mos më keq shkuptoni. E them për ta kuptuar të vërtetën. Mos mashtrojmë me këtë dynjë. Nuk është privilegje ajo. Se kiti domthon green card apo ki pasaport britanez apo ki pasaport, nuk është privilegje ajo. A është punë teknike e thjesht, me pas alhamdulillah, por nuk e ki, nuk është me rëndësi. Privilegj i vërtet është thjesht rob i Allahut i vërtet. Kjo është privilegj. Se bota ka 6 miliard e kusur njerëz. Për tyre 1 miliard e 600 milionë musliman. Për tyre rob të vërtet se janë Allahu e din. Andaj është privilegj me qenë rob i vërtet i Allahut. Edhe të mira që të vi pasaj për kësaj në dunja dhe në ahiret janë të panumërta. Janë të panumërta. Që kush i shijon i kupton. Se teoretikisht atë nuk sharohen disa këto. Mirë, si ka mundësi të realizohet kjo manifestimi i nevojës tonë për Allahun subhanahu wa taala? Me 2 komponente që në lidhin njëra me tjetrën. E para, se kjo mësim është 2 pjesë, kjo është pjesa e parë, pastaj do të tregojmë edhe shenjat e madhërimit të Allahut dhe manifestimit të nevojës tonë për Allahun subhanahu wa taala. Si del shesh domethënë
Ose si mund të realizojmë madhimin e Allahut apo nevojën tonë për Allahun subhanahu wa taala, ndodh me dy gjëra. E para, kuptojmë madhrinë e Allahut subhanahu wa taala. Madhrinë e tij subhanahu wa taala. Se ai çka vendos ajo ndodh. Dëshira e tij nuk kthehet prapë. Vendimi i tij nuk refuzohet. Dhe se Allahu është krijuesi i qiellit dhe tokës. A shef sa të mëdha janë këta qiell dhe këta toka, këta sistemi domethënë diellore, planetet. Allahu është krijuesi i këtyre gjërave të mëdha, gjigante, që është padyshim edhe më i madh se kjo. Andaj njeriu sa më shumë që e njeh Allahun, i njeh emrat e tij të bukura, cilësitë e tij të plota, aq më tepër del shesh nevoja e tij për Allahun subhanahu wa taala. Krasim shembull, kur kiti nevojë, shkon te dikush që din diçka apo te dikush që nuk din. Kur ke nevojë, shkon te dikush që ka pasuri apo te dikush që nuk ka pasuri. Kur ke nevojë, shkon te dikush që ka pushtet apo te dikush që nuk ka pushtet. Kur ke nevojë, shkon te ai që din, te ai që ka pasuri, te ai që ka pushtet. Apo ai që ka mundësi me ta zgjidh problemin. Andaj kur të kuptosh se Allahu është i gjithdijshmi, se Allahu është i gjithpasuri, se Allah është i gjithë fuqishëm, dhe se vetëm me dëshirën dhe vullnetin Allah zgjidh problemet, atëherë e kupton sa ki nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Atëherë i nështrohesh madhnisë së Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak, sa më shumë që e njohim Allahun, aq më tepër e madhnojmë Allahun. Pra çka thot Allahu në Kur'an, inna ma yakhsha Allaha min ibadil ulama. Se me të vërtet, më së tepër ja kanë frikën Allahut dietarët. Që përmendëm në dersën e kaluar. Aq sa më shumë e njeh Allahun, aq më tepër ke frikën për Allahun, aq më tepër e madhnon Allahun, aq më tepër i nështrohesh Allahut. Se ki me plot bindje, me plot besim, e ki me nga thellësia e zemrës dhe mendjes tonë, nuk është gjë sipërfaqësore. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Isra ajetin 107 dhe në ajetin 109 Kul, thua ja Muhammed, aminu bihi aw la tu'minu. Ndeshi besoni në Allahun, ndeshi mos besoni. Se alhamdulillah fe Allah është me vullnet. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. S'ka vullnet në fe. Është e qartë e vërteta nga e pavërteta. Alhamdulillah kjo është përparësia e Islamit. Hyn në fe me vullnet, me dëshirë. Vetë e zgjedh me qenë musliman ose mos me qenë musliman. Edhe kjo ajet atë e dëshmon. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Thuaj dash besoni Allahun, dash mos besoni. Mirë po, çka ndodh? Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alehim. Mirë po, dietarëve në popull e mëhershme kur u lexoheshin ajetet kuranore, ajetet e shpallura, falni, yakhiruna lil-afqani sujada, për uleshin e për ulnin fytyrën e tyre apo mjekrën e tyre e i bënin sejdë Allahu subhanahu wa taala. Dietar kur lexoheshin ajetet e shpallura nuk kishin çare pa ju nështru madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Wa yaqulun e thonin subhana rabbina ila suar të zotion in kana wa'du rabbina la maf'ula, me vërtet premtimi Allahut qenë ka ai që realizohet. Wa yakhiruna lil-azkari yabkun, i përuleshin Allahut edhe qanin, wa yaziduhum khushu'a, dhe kjo gjë ja shtonte atyre frikë respektin kashi Allahu subhanahu wa taala. Dia me do e mos sjell drejtë madhnimi i vërtetë i Allahut dhe frikë respekti kashi Allahu subhanahu wa taala. Andaj Fullani ibn Iyad rahimahullahu taala ka thonë: "A'lamu an-nasi billahi akhwafuhum minhu." Ai që mas mirë ti e njeh Allahun, ai më tepër ka frikë për Allahun subhanahu wa taala. Apo ka thonë: "Rahbatul 'abdi min Allahi ala qadri ilmihi billah." Njeriu sa e njeh Allahun aq, njeriu i friksohet Allahun aq sa e njeh Allahun subhanahu wa taala. Ose ka formë tjetër: "Men kana billahi a'raf fa huwa minhu akhwaf."
kush sa më tepër e njeh Allahun, aq më tepër ka frikë për Tij subhanahu wa taala. Jo frikë e ikjes për Tij, po frikë për pushtetit të Tij, fuqisë të Tij. Se ki të bësh me Allah, Dhul Jalal wal Ikram, krijuesi i qieve edhe i tokës. Thot Hafidh ibn Rajabi rahimahullahu taala, asl khushu'i al-hasilu fil qalbi inma huwa min ma'rifatillah. Frikë respekti qysh lind në zemrën e njeriu. Qysh lind frikë respekti në zemrën e njeriu? Nga njohja e Allahut subhanahu wa taala. Si e duam në një njeri? Kur e njohim mirë, edhe kur e njohim se është bamirës, i sinqert, goj amël, nuk mendon keq, nuk bën sherr, nuk bën hile, na sa më shumë që e njohim vetit e mira, ashtu të vërtetojmë. Kjo është e vërtetë. Edhe na kur ta kishim njohur Allahun si duhet, e kishim i dashur më shumë, edhe kishim i respektuar më shumë, edhe kishim i pas frikë më shumë për shkak të pushtetit të Tij. Kishmi guzuna me bogavime të ashtë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu një shembull tjetër. Kur e dim muslimanët edhe tjerët në këto shtete ku jetojnë, se sigurimet shtetërore janë shumë vigjilente, janë shumë kujdesshme, shumë sinqert, atë edhe ata banorët e këtyre vendeve kujdesin mos me bë krime, mos me bë gabime. Se di se ata kanë, domthonë një fuqi të përcjelljes, edhe dijes për atë që ti e bën, edhe ti ruhesh mos bësh gabim edhe krim. Kështu është kur dis njeriu. Andaj kur e di se Allahu e mbikëqyr atë, ja din të gjitha që i bën dhe që nuk i bën, ato dhe që i mend dhe ato që i mendon, atë normalisht do të kesh frikë se mos dënon Allahu për shkak të gabimeve tuaja që ti i bën. Andaj asa më tepër na e madhim Allahun, asa më tepër e njohim Allahun, aq më tepër do të thonë edhe kemi frikë për Allahut dhe kemi në shtrim tash Allahut subhanahu wa taala. Nëse shpjetojmë Kur'anin dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do shohim shumë ajete dhe hadithe që na shpalosin madhinë e Allahut. Që na shpalosin madhinë e Allahut. Për shembull, një ajet që quhet ajeti më i madh në Kur'an. Cili është ajeti më i madh në Kur'an? Ajetul Kursi. Jo ajeti më i gjatë, ajeti me peshë më të madhe. Ajeti Kursi. Adhemu, ajeti Kur'an, ajeti më i madh me peshë më të madhe Kur'an. Cili ajet është me numër? 255. Cëllën sura? Surën Bakara. Me qëllim i bëj këtë pyetje thjeshta për më mësuna me ditë të gjërat fesë, sikur se i dim shumë punë dynjas. Se na kemi informata për dunja sa dush. Mirë, por kur vjen puna për fe kemi pak informata. Andaj është më rëndësi me ditë të janë disa simbole të fesë. Ajeti më i madh Kur'an, ajeti Kursi. 255 surës Bakara. Nuk është një informatë e madhe, mirë po është pjesë e identitetit fetar tënd. Është punë që do të më ditë ti, gruaja jote, fëmiu jot, musliman përgjithësi, që të bëhet pjesë e kulturës tonë. Mbrojtësi. Ashtu që dim në emrat e shumë lojtarëve, e shumë këngëtarëve, e shumë stadionave, e shumë rrugëve, e shumë qyteteve, shumë kryeqyteteve, shumë shteteve, shumë kryetarëve, shteteve, a i dim të e, me natë është me numru këto. Kërë dhe puna nga feja kemi kulturë të vogël. Pse? Se ato na i plason neve media për çdo ditë, sa bëj akşam. A informatat fetare nuk na i plason media. Mos me kom këto dersa dhe këto takime, nuk marrim na kulturë fetare për burimeve të tjera. Pra, ajeti më i madh, ajeti Kursi. Çka tregon Allahu Subhanahu wa taala? Pse është ajeti më i madh? Pse Allahu tregon veten e tij, subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai që përveç cilit zot tjetër nuk ka. El hayyu el qayyum. I gjalli mbikëqyrësi. Lehu ma bis sama, la ta'khudhu sinatun wala nawm. Nuk e merr atë kotje as gjumi. Se me thonë do më thonë gjumi, tamam, e metë, po as kotja, do më thonë, as që nuk lodhet aja, as pak që të ketë nevojë për pushim edhe të vogël. Se kotja nuk është gjumë, është një pushim me sy qenë, ama as kotja as gjumi.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ati I takon ajo që është qiell dhe ajo që është tokë. Men dhe alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, kush ka mundësi me ndërmjetësuar Allahu pa lejen e tij? S'ka mundësi askush. Ajo është mbretja absolut Allahu dhul jalal. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Edin atë që është para njerëzve dhe atë që është pas tyre. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, dhe nuk mund ka përcejnë, nuk mund ka përthejnë, nuk mund ka plojnë të gjithë dijen e Allahu subhanahu wa ta'ala, illa bima sha, përveç asaj që vajep Allahu atyre. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursia e Allahut e ka plon qiejt edhe tokën. Kursia e Allahut. Kursia krahasim me arshin, thotë si thotë Abdul Nabasi, është si një hall, një unaz me gjysmë shkëtir. Shkëtira është arshi, kursia është një unaz. E qielli, gjithësia ka shi kursis, është një gjithashtu si unaz me gjysmë në shkëtir. E toka ka shi kësaj, flasim për një madhni shumë të madhe. E Allahu është mbi arsh, subhanahu wa ta'ala. Dhe sa të mëdhaja gjigante në krijesa, e Allahu është mbi to krejt, se Allahu nuk është krijuesi I qiellit dhe tokës. Është pakufishme madhnia e Tij subhanahu wa ta'ala. Wala yauduhu hifdhuhuma, dhe Allahu nuk e rëndojnë, nuk e lodhin kujdesi për qiellin edhe për tokën. Se është Hayy Qayyum, është I gjallë I mbikëqyrës, nuk lodhet me këtë punë. I mbikëqyret e vazhdimisht. Edhe aq preciz janë që nuk ka konflikt, nuk ka përplasje mes planeteve, mes sistemeve të ndryshme qiellore që janë diellore. A nëse më një qytet të dendur prishen semaforët, bllokohet komunikacioni. Mungon policia, bllokohet komunikacioni. Këtë janë njerëzit janë të vetëdijshëm. Me trupat qiellor që s'kan logjik, s'kan mend. Ato janë domosdoshmë trupat ngurt, janë gjallë. Ato lëvizin, lundrojnë, qarkullojnë dhe nuk përplasen njëra me tjetrën. Pse kjo ndo? Për shkak se Allahu është mbikëqyrësi I tyre. Subhanahu wa ta'ala. Ai nuk lejon të përplasen ato. Domethënë ky ajet tregon Allahu që s'ka zot tjetër përveç Tij. I gjalli, mbikëqyrësi. Se me kotja as gjumi. E Ti prona, pushteti I Tij është në qiell edhe në tokë. Dërmesim të ai se mbën askush parejnë e Tij, domos mundet me gjetë dikush në ministër të jep pak rishvet e të asos punën. Apo në avokat shkon te gjykati me në rishvet e asos punën. S'ka kësi ndërmesimet të Allahu xhelal. Se vetëm ku t'jep Allahu le, ai ka me ndërmesu. E Allahu nuk jep le veç atij illa men irtada, përveç atij që është I kënaqur me të. E Allahu nuk është I kënaqur me zullumçar, me kriminal, me ilegjit. Është I kënaqur me ata që janë drejt. Andaj, ndërmësimit e Allahu s'ka shansa me qenë për shërb, për ta fituar një gjë pa të drejtë. Sikur se ndodh për shembull në dynjë, në për ministri të caktuar, në për gjykata të caktuar, që me pak rishvet ndoshta e merr atë që s'takon ty. Di Allah është absolute. Këtë çka ka para, çka ka mbrapa, e din Allahu subhanahu wa ta'ala. Njerëzit nuk mund ta kapojnë Allahun me dijen e tyre. Allahu veç sa jep Allahu dije, ata mund me pas. Kursia e Tij është e gjerë e qiellit dhe toka, dhe Allahu nuk e rëndon kjo punë. Allahu al-Aliyyul Azim, edhe përfundon këtë ajet me dy cilësi të tjera. Allahu al-Ali, Allahu është I lartë, I lartësuari. Al-Azim, dhe madhështori dhe I madhi. Për me tregua domethënë fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, se kemi nevojë të bëjmë atë. Në surën Al-An'am, një ajet tjetër, gjithashtu ka Allahu tregon fuqinë e Tij subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib. Allahu I ka dorë çetat e ghaibit, fshehtës. Nuk e dim na shumë gjëra. Allahu I din të gjitha subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu, vetëm ai din. Po ya'lamu ma fil barri wal bahr. Edin Allahu atë që ndodh në tokë dhe atë që ndodh në det. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Çdo gjë që bie Allahu e din. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin. Çdo kokër që futet në errësirat e tokës,
qoftë e njom apo e thot illa fi kitabin mubin, është e regjistruar tek Allahu në librin e qartë. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, Allah është ai që wa merr shpirtin gjatë natës. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dhe atë që keni bërë gjatë ditës. Thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma, pastaj ju jep afat jeton ndërsa vjen caktimi i Allahu subhanahu wa taala. Thumma ilayhi marji'ukum, pastaj te Allahu do të ktheheni. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, a ju tregon çka keni punuar. Këtë punë e tuja. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, ai është i fuqishmi, i bifuqishmi që rend mbi robët e tij. Wa yursilu alaykum hafadatan, dhe i çon juve rojtar që i ruajnë juve. Hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna, e kur t'i vjen vdekja e xhelit, ja marrin shpirtin me laçet atij. Wahum la yufarritun, dhe Allahu domethënë nuk i tejkalon kufit e veta që i ka. Domethënë nuk i tejkalon faktisht, nuk u bën zullum njerëz kur marr shpirtin, po ma merr në kohën e duhur. El-Anam ajeti 59 dhe ajeti 61. Edhe këtu ka një grumbull të cilësive të Allahu subhanahu wa taala që kur të nalemi ti mendojmë ato, na dërshesh mëdhnia e madhe Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, wa ma qadara Allah hatta qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Njerëzit nuk e kanë vlerësuar Allahun si duhet, me një vlerësim të vërtetë. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah. A gjithë toka do të jetë e futur në krushin e tij ditën e Kiametit. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, edhe qiejt do të jenë të faluara në dorën e djathtë të Allahut subhanahu wa taala. Az-Zumar ajeti 67. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Yutwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah. Allahu ka për të faluar qiejt, pal të qiejt e mëdha që i shohim na me yje, me trupa qiellor, pa fund. Ka mi palu Allahu subhanahu wa taala, thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, pastaj ka mi shtin dorën e tij të gjatë, edhe thot: Ana al-maliku, unë jam mbreti i gjithfuqishëm, ayna al-jabbaruna, ayna al-mutakabbiruna, ku janë mendjemdhejt, ku janë tiranët. Thumma yaqul al-arda bi shimalihi, pastaj ka mi falu tokën me dorën tjetër të Allahut. Thumma yaqulu, edhe thot: Ana al-maliku, unë jam mbreti, ayna al-jabbaruna, ayna al-mutakabbiruna, ku janë ata që janë mendjemdhejt dhe ku janë ata që janë tiranë. Këto ajete dhe ky hadith dhe shumë hadithe tjera që tregojnë madhnin e Allahu Dhu Xhelal e shtin besimtarin ti për ulet madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Dhe para se ta përfundojmë mësimin për pauzë, edhe vetia ose forma e dytë që dërshesh nevojën për Allahun është të kuptojmë dobësinë tonë dhe paaftësinë tonë. E para ishte ta njohim madhninë e Allahut, e dyta të njohim dobësinë tonë. Andaj ai njeri që e njeh vetveten, hallin e vet, atëherë e kupton se sa i dopt është. Pa marrë parasysh a është sultan, a është mbret, a është kryetar, a është pasanik, a është general. Se gjithë këto që kanë pushtetet e dunjas mbeten njerëz që janë të dobët. Andaj Allahu subhanahu wa taala u thot atyre: "Falyanzur al-insanu mimma khuliq." Le të shikon njeriu pe çka është kriju. Atë kur të rritet mendja, kur të mendojë se është gjithkushi, le të kthehet mas. Falyanzur al-insanu mimma khuliq. Le të shikon njeriu pe çka është kriju. Khuliqa min ma'in dafiq. Është kriju nga një pikë uji që del me vroll. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib, që del nga vendi që është mes partës kurizore edhe gjoksit. Domethënë se te mashkulli del nga parta kurizore, te femra del nga mesi i gjoksit. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ky Allah që e krijoi këtë njeri nga një pikë uji mund ta rikthen edhe kur të bëhet dhe ta rikthen.
thumma yawma tubla sarair, ditën kur do të dalin shash sekretet. I ke bën gjuna në dunjë, i kem shef. Se ka marrë vesh askush. Mirë po, është dita kur do të dalin shash sekretet. Fema lehu min quwwatin wala nasir, a dit s'ka fuqi e ndihmtar që ka me ndihmu ti. Ma e men këtë ajet kush jeti. Ma e men këtë ajet kush jeti. Falyanzur l'insanu mimma khuliq. Le shikoj njeriu për çka i është kriju. Khuliqa min ma'in dafiq, është kriju nga një pikë uji që del me vrull. Yakhruju min bayni sulbi wat tara'i, që del nga mesi gjoksit apo nga palca korrizore. Ky është njeriu. Ama ky njeri që është kaq i dobët, nuk duhet me harru se innehu ala raj'ihi laqadir, se Allahu e rikthen atë njeri. Edhe atë kur mendon se bosh dhe edhe u kalun, u kënaqesh sa u kënaqesh në dunjë tashmë, u sos puna jote. Jo. Edhe atë kur bosh dhe kur domthon kalbe trupi jot, edhe kur prishet eshët e to, innehu ala raj'ihi laqadir. Allahu